Përshëndetje. Jemi këtu me parashikimin e datës 3 prill 2026. Ikën muajt. Muaj 4 i vitit tregon, rrezaton, mundson dhe vepron. Ne jemi gati të përgjigjemi kërkesave të kësaj dite. Po, jemi me çdo kusht për arsye të ekonomisë dhe stabilizimit, sepse data 3 na mëson shumë gjëra. E para, është dita e Afërditës. Afërdita jep mundësinë ekonomike, jep financat dhe ndikimin e dashurisë. Dita e premte, ta manimen ta dini, ka mjaft dhe shumë çështje që lidhen dhe ndikimet që kanë bëjnë në këtë drejtim, por kujdes që kërkohet, sepse nëse ne duam të nisim diçka ose të bëjmë diçka, është koha jonë në momentin më mirë i mundshëm. Por data 3 kemi dhe një aspekt planetar, që do thot Mërkuri tek Peshqit formon një trekëndësh me Jupiterin. Një kënd veçanërisht pozitiv për të marrë lajme të këndshme, për të pasur mundësi, fat, për të promovuar marrëdhëniet tona me persona të rëndësishëm, çështje që lidhen me profesionin ton, për të nënshkruar dokumenta, marrëveshje të rëndësishme, për të negociuar për mënyrën më të mirë, ndikojnë shumë pozitivisht shenjat e ujit, siç janë gaforret, akrepët, por dhe peshqit. Gjithashtu shenjat e tokës që lidhen me demin, virgjireshën, britsjapët ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por gjithashtu mos harrojmë se kur flasim për tema të rëndësishme, lidhe dhe me kuptimin e jetës, kuptimin e asaj çka bën në lidhje me ndikimin planetar. Dhe është një mundësi shumë e mirë dhe shumë pozitive dhe perfekte në ato çka ne duhet të bëjmë. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikime të detajuara, atëherë kemi pikërisht këtë faqen roz, shkoni atje, e klikoni, e shikoni, e dani mendje, për shembull do bleni paketë tek Jorgo, ta shikojmë një herë, a është e rregullt kjo apo nuk është e rregullt? Si mund të funksionojë Jorgo? Mund të flasim bashkë apo nuk flasim bashkë? Na merr Jorgo lekët dhe nuk na flet me gojë. Ka dhe kjo, që ndodhi të gjëra. Por tek Jorgo nuk ndodh kurrë, ju e dini, e keni parë, e keni provuar. Me falenderoj pa mas për besimin që tregoni dhe falenderimet, unë ju uroj më të mirën e mundshme në çdo aspekt të suaj. Falenderoj pa mas. Dhe më pas, juve duke bler paketën, pastaj flasim bashkë sepse do ta dërgoni, do ta dërgoni tek emaili, shkruani atje dhe flasim në detaje, pastaj në WhatsApp, në Viber, ku diun për gjitha gjërat që doni, dhe lëm një orë takimi për bisedimi online dhe flasim për gjithçka ju dëshironi. Kurse, për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, dhe kërkoni një parashikim. Doni një parashikim, ose doni një më pas, dërgoni mesazhe për shembull, tek ai butoni që kanë atje, astrologu Jorgo Pulla, e klikoni atë. Mirë po, një mesazh e dërgoni, ju doni më tepër. Ajo më tepër kaloni në privat. Atë mund ta shikoni, mund ta klikoni se si mund të në privat. Atëherë kemi membership. E klikoni, shikoni, gjërat e mira janë të lira, nuk e diskutoj unë. Edhe më pas flasim edhe atje për gjërat që dëshironi në kohën që ne jemi drejt së drejti çdo të mërkur në orën 20:00. Për ju që doni që gjithçka kërkoni në kohë reale, atëherë mund të shkruani dhe të shikoni se çfarë dëshironi, duke dhënë të dhënat, duke lënë orën dhe flasim pastaj në detaje. Tani, pa humbur kohë, të fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është dashi. Çfarë bën dhe çfarë realizon shenja e dashit? Dashi duket se në këtë ditë kaq të rëndësishme, një ditë që jep mundësi, rëndësi në gjërat që kërkohet. Pikërisht data 3 kemi ndikime, favorizime dhe mundësi. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me takime, në lidhje me bisedime që do të bëni, është një kohë shumë e rëndësishme për juve dhe mund të zgjidhni çështjet nga më problematike. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe dishit par me ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thosh shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë pozitive, duke pasur parasysh në lidhje me punën dhe karrierën, ka ndikime fantastike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me britsjap dhe me virgjëresh është ideale.
shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët dhe ku binjakët ndikohen dhe ku ata mërziten për gjëra që nuk ju realizohen. Po, mërziten tek bashkëpunëtorët e tyre, se mund të flasin shumë gjëra të ndryshme, pakën si ka. Bashkëpunëtorët janë bashkëpunëtorë, mund të jeni një zgjidhje, nuk ka shë nevojshme të keni zili, të keni gjëra që nuk ju përket juve. Mirë do ishte që të jeni një gjuhë komunikimi, do ishte idealja, edhe të zgjidhni edhe çështjet që juve keni, sepse është një moment mjaft i mirë tani tutje mund të keni mundësinë për zgjidhur gjërat e mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të dhjetëdhjetë të parë, me ujor të dhjetëdhjetë të tretë, është koha dhe periudha më e mira e mundshme që ndonjëherë, kështu që nuk ka vetëm të shqetësuar, por të gëzuar në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar, nuk e diskutoj, nuk e vendosim që është me virgjëresh. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për gaforet mbeten shenjat më kritikuese, por më rregulluese dhe stabilizuese e punës. Momenti dhe koha do që kjo periudhë të jetë një periudhë fantastike, një periudhë mjaft e rëndësishme mbi kohën dhe periudhën, mbi ndryshimin dhe vendimin, mbi mundësitë dhe kohën e duhur që juve keni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dhjetëdhjetë të parë, ujor të dhjetëdhjetë të tretë, është koha perfekte. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Luan të dashur, nëse e keni mundësi gjithmonë, nëse keni mundësinë për të zgjidhur problemin, nëse keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, sidoqoftë ekonomike, financiare, biznesi, mënyra dhe mundësia që keni, sepse koha e artë vjen nga njëra anë, mundësit janë në anën tjetër. Këto lidhen shumë jo në anën figurative, po në anën stabilizime që keni, mundësi që jepen, koha dhe jeni shumë të ndikuar në favorin tuaj, sepse gjithmonë duke pasur parasysh ajo çka është, gaforet gjithmonë lidhen, gjithmonë mundsojnë në anën ekonomike financiare, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm dhe me ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se kanë një mundësi tani, një mundësi mjaft korrekte nga ana ekonomike, mjaft pozitive në anën tjetër, por meqenëse virgjëreshat duhet pasur pa kujdes mos të nxitohen në marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse është koha e tyre, është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me bisedime shumë të rëndësishme që ata kanë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dhjetëdhjetë të parë, me ujor të dhjetëdhjetë të tretë, është mjaft pozitive. Ajo që do duket se ka të bëjnë me disa informacione që do të keni dhe kjo do thotë një mundësi, do thotë një rëndësi e veçantë në lidhje me takime, por në lidhje me vendimet që do të merrni. Por gjithsesi, kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme mbi takimet dhe bisedimet që do të bëni tani e tutje, sepse kemi ndikimin e Mërkurit nga shenja e peshqve, juve ju ndikon jashtëmase, duke pasur parasysh edhe kohën dhe momentin, sepse keni guvernatori juaj Mërkuri ju ndikon dhe ndihmon në këtë drejtim. Dashuria, duket se me ujor dhe me binjak janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë peshorja. Peshorët dashura, nëse keni pasur probleme ose zgjidhje të problematikave në fushën e punës suaj, është një moment mjaft i mirë tani, është një moment që vërtet gjërat mundsohen, koha, periudha, momentet e duhura në kohën e duhur, u jepet mundësi dhe periudha që juve do të ndikoheni në anën tuaj dhe periudhat që janë mjaft pozitive dhe shumë korrekte. Nga juve keni dhe mundësinë tjetër të artë, përsa përket zgjidhjeve dhe problematikave dhe mundësive të tjera që do të vinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dhjetëdhjetë të parë, ujor të dhjetëdhjetë të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Përsa përket akrepëve, akrepët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që u jep mundësi mbi ndryshime që keni, mbi rëndësinë e veçantë ekonomike financiare, por meqenëse juve e keni nisur që do të ndërmend një kredi ose të bisedoni çështje kreditimesh, bëni pa kujdes mos më nxitoni, sepse nuk është koha e përshtatshme
për incitime të tilla. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me vijeshtë dhe dhjetëqit të parë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, mundoni të zgjidhni këtë problem. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani në këtë periudhë kanë të tyren, është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi që vërtet është stabilizuese dhe konkretizuese për atë çka do të bëjnë dhe mundësitë e artë që ata kanë. Është një mundësi shumë e mirë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mirë arsye të punës, të ekonomisë, të karrierës, të ndryshimeve të tjera që do të vinë, e keni mundësinë dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë ekonomike. Shigjetarët gjithmonë përplasen për gjëra të vogla, por nganjëherë mërziten sepse nuk ja dalin dot për disa gjëra që ata duan, por mos harrojmë sepse janë shumë të ndikuar, janë shumë pozitiv në atë që ata kërkojnë, edhe kjo periudhë është e tyre, është dhe momenti mjaft ndikues dhe rrezatues të ata që ata kërkojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë dhe virgjesh janë perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Bricave të dashur, nëse keni pasur probleme ose keni gjëra që nuk rrëzidhen siç i doni juve, por është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me takime pune, në lidhje me mundësi të arta që keni në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, por gjithashtu është edhe momenti i duhur mbi disa ndryshime të vogla që do të keni, sepse pikërisht kjo ditë referohet ndikimeve të mëdha në lidhje me punën, në lidhje me çështjet ekonomike financiare më tepër. Është kjo periudhë mjaft e mirë dhe ndikimi më i madh që është stabilizimi i punës suaj, por dhe i dashurisë së munguar në lidhje me këto çështje, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dhjetëqit parë dhe ujor të dhjetëqit të tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, nëse bëhet fjalë për ekonominë dhe stabilizimin ekonomiko-financiar, është momenti më i mirë i mundshëm, është koha, është ajo që e kam jetuar dhe duhet ta jetoj përsëri, atë ëndër kaq të mirë që ka qenë ekonomia, ka qenë veprimtaria që unë kam bërë në punën time, është momenti mjaft i mirë për të parë se çfarë do të bëni, sepse është periudha koha më e mirë e mundshme për zgjidhur këto probleme dhe është një nga periudhat më të arta në këtë aspekt, sepse juve i keni mundësitë dhe është momenti për të zgjidhur çështje problematike. Në çështjet shpirtërore, këto lidhje duket se ndikohen me gaforet e dhjetëqit të parë, me akrep të dhjetëqit të tretë. Edhe pse jeni zënë juve me luan të dhjetëqit të tretë, por kjo është një diçka që është mesjush. Doni ta realizoni, ta stabilizoni, ku diun gjërat e natyre, bëjeni. Doni të nisni diçka të re në fusha të ndryshme të jetës suaj, bëjeni. Të gjitha këto përbëjnë pjesën plotësuese të gjërave të juaja. Dhe kjo është një moment shumë pozitiv, është një moment mjaft i mirë mbi takimet, bisedimet, çështje të rëndësishme që keni dhe momenti i artë në këto drejtime. Por gjithashtu edhe pse kjo periudhë, edhe pse ky moment është i juaj, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim dhe jo vetëm. Dashuria e munguar është me peshore, bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshq të dashur, nëse juve keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk keni arritur qëllimin tuaj për një arsye apo për tjetrën, por vjen një moment tani, një moment që zgjidhni gjithçka, një moment që duan apo s'duan të tjerët ose mundësitë që ju keni janë mundësitë arta. Mundësitë arta, mundësi vendimtare, ekonomike, financiare. Po, është momenti juaj, është periudha juaj që juve të shikoni gjërat në vijë, të vini gjërat në vijë për punën, për karrierën, për ndryshimin dhe vendimin, për mundësitë të mira që do të keni tani tutje, nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bën me virgjëresh, me bricap dhe me binjak, është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 3 prill 2026. Nëse e keni dalmenje dhe doni parashikime të detajuara, astrologo.al, faqja ros, duke zgjedhur paketën tuaj tek sekretaria, vendosni emailin tuaj, na dërgoni mesazhin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për ju që doni që të dërgoni një mesazh në kohën që ne jemi deri pas së drejti çdo të mërkurë në orën 20, është ky butoni këtu.
e klikoni ndihmë hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Në një rregulla. Më të mirë një uroj.